Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me sodë buke që zhduk rrudhat në fytyrë për gjithmonë, ja si ta përgatisni. Sekreti i lëkurës së shëndetshme është i fshehur në zakonet e përditshme. Nëse mësoni të kujdeseni për lëkurën tuaj me masazhet e fytyrës dhe përdorimin e sodës së bukës, mund të parandaloni rrudhat dhe pikat e lëkurës. Shpesh ndodh që në fakt për shkak të stresit dhe shprehive të gabuara, siç është ekspozimi drejt për drejt ndaj dritës së diellit, veprimi agresiv i agjentëve të jashtëm, ushqimi i pasakt dhe mungesa e higjienës adekuate, lëkura juaj fillon një proces plakje të hershme qelizore. A doni të keni një lëkurë rrezatuese çdo ditë? Mbani shënim të gjithë përbërësit e nevojshëm dhe të gjithë procedurën, të cilën ne do t'ju prezantojmë në vazhdim. Si fillim, ky është një krem i shkëlqyeshëm bazuar në sodë buke të bardhë, efektive në eliminimin e butë dhe të sigurt të papërsosmërive. Ju ndihmon gjithashtu që të parandaloni dëmtimin e pariparueshëm të plakjes dhe të moshës. Arsyeja kryesore pse ky trajtim është kaq i domosdoshëm duhet të gjendet në përbërjen fiziologjike të epidermës. Ju nuk mund ta dini se shtresa e jashtme e lëkurës, e quajtur korneumi, përbëhet nga një përqindje e mirë e ujit. Kur kjo e fundit është më e vogël se sa sasia optimale, shtresa sipërfaqësore e thekson humbjen e elasticitetit të saj. Mekanizmi që rezulton ndryshon përbërësin e domosdoshëm të lipideve dhe prodhimin e glicerolit, duke e bërë epidermën më të ndjeshme dhe më të ekspozuar ndaj rreziqeve. Për të parandaluar problemet të lëkurës të tilla si poret, rrudhat e të tjerë, duhet të kujdeseni për lëkurën tuaj në një mënyrë krejtësisht të natyrshme. Metoda e pagabueshme është përdorimi i shpeshtë i sodës së bukës, përzierë me produkte të tjera me origjinë natyrore, që krijon një përzierje perfekte të mirëqenies dhe vitalitetit për lëkurën e fytyrës. Trajtimi i bazuar në sodë buke për një lëkurë më delikate. Nëse keni lëkurë të ndjeshme dhe jashtëzakonisht delikate, krijoni një krem me bazë sodën e bukës dhe shtimin e një vaji vegetal, si për shembull vaji i kokosit ose vaji i ëmbël bajame, me vetiqe të suese dhe hidratuese. Në një tas përzieni një lugë gjelle me vaj me një lugë gjelle sodë bukë derisa të merrni një pastë të trashë. Aplikojeni këtë përzierje në fytyrë dhe më pas lëreni atë të punojë për gjysmë ore. Më pas kaloni një pambuk të thatë për të hequr të gjitha yndyrat e tepërta dhe shpëlajini tërësisht më pas me ujë të ngrohtë. Qumësht dhe sodë buke kundër rrudhave. Qumshti gjithashtu është një përbërës i natyrshëm me veti të shquara antioksiduese të përdorura në fushën e bukurisë, si një ilaç rimëkëmbës i pasur gjithashtu me vitamina dhe njëkohësisht me minerale. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se soda e bukës krijon një krem të butë me një fuqi të dyfisht, ndërsa rrit prodhimin e kolagjenit, lufton njëkohësisht edhe rrudhat e shprehjes. Aplikoni krem në fytyrën tuaj dhe lëreni që të veprojë për të paktën 30 minuta. Ndërkohë duhet të dini që kjo maskë duhet të larë me ujë të ngrohtë apo me ujë të ftohtë në mënyrë që të bëni të mundur mbylljen e porëve sipas së gjendjes së lëkurës tuaj. Nëse keni një lëkurë të ndjeshme, e mira është që ta lani atë me ujë të ftohtë. Përveç se është një përbërës shumë i dobishëm në kuzhinë, edhe nisështeja e mistrit është gjithashtu e dobishme në kozmetik. Kjo është edhe arsyeja pse ajo është pjesë e kremrave të shumta dhe të produkteve të bukurisë.
me nisteshten e mistrit, është mundur që ju të përgatisni një maskë me efekt botox të aftë për të eliminuar rrudhat brenda pak orësh, duke marrë një lëkurë të re dhe rrezatuese. Për të përgatitur maskën, juve do t'ju nevojitet një luggjelle nisteshten mistri dhe një luggjelle kos natyral, 150 ml ujë dhe 1/4 e një gote lëng karrote. Përgatitja: hidhni 50 ml ujë në një tas, më pas shtoni nisteshten e mistrit dhe përzieni derisa të dy përbërësit të jenë integruar mirë. Ngroheni pjesën tjetër të ujit dhe pasi të ketë vluar, shtoni tretësirën e nisteshtes duke i përzierë përsëri. Më pas, hiqeni nga soba dhe lëreni të ftohet mirë përpara se ju të shtoni kosin. Sipas ekspertëve, përzieni përsëri për të bërë të mundur integrimin e plotë të përbërësve dhe shtoni lëngun e karrotës. Pastaj, me ndihmën e një furçe, aplikojeni maskën me efekt botox në fytyrë, lëreni për 40 minuta dhe pastaj shpëlajini me ujë të ngrohtë. Aplikojeni çdo ditë për të paktën një javë. Shfaqja e rrudhave është pjesë natyrale e procesit biologjik të plakjes dhe çfarëdo që të bëni nuk mund ta shmangni. Deri më tani, ju duhet të dini se këto maska do t'ju vinë juve në ndihmë për të zhdukur edhe të gjitha rrudhat të cilat shfaqen në të 30-tat e vonta, por sot në fakt ne po shohim gjithnjë më shumë vajza të reja që përdorin kremra antirrudh. Janë radikalet e lira, rrezet ultravjollce dhe toksinat. Stresi, duhani, gjenetika, stili i jetesës e të tjerë, ato të cilat fillojnë përshpejtojnë procesin e plakjes. Duke qenë kështu në fazat e para të trajtimit, ju nuk keni nevojë për produkte të shtrenjta antiplakje apo për procedura të tilla si botox, pasi ne këtu do t'ju japim 3 receta maskash të cilat kanë një veprim lifting në fytyrën tuaj. Këto maska ju mund t'i përgatisni në shtëpi dhe përbërësit natyral nuk do të kenë as edhe një efekt negativ në lëkurë. Maska me tërshër. Kjo maskë mund të zbeh pamjen e rrudhave të para dhe të parandaloj shfaqjen e tyre. Juve do t'ju duhen 2 lugë tërshër, gjysmë filxhani ajk qumshti, një lugë gjelle vaj ulliri dhe një lugë gjelle vaj bajame. Përgatitja: përzieni ajkën e qumshtit së bashku me tërshërën dhe më pas ngrohoni në zjarr të avashtë. Kur të shikoni që tërshëra është zbutur, atëherë shtoni vajrat, aplikojeni në lëkurë dhe lëreni për 20 deri në 30 minuta. Sigurohuni që të shmangni zonën e syve dhe të buzëve kur të aplikoni maskën. Maska me të bardhën e vezës. Për këtë juve do t'ju duhet një lugë çaj mjalt dhe një e bardhë veze. Përzieni të dy përbërësit derisa të formoni një pastë homogjene dhe lyeni jo vetëm lëkurën e fytyrës, por njëkohësisht edhe të qafës. Lëreni të veprojë për plot 15 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë jo vetëm që do t'ju ndihmojë në zbehjen e pamjes së rrudhave, por gjithashtu mund të zvogëlojë poret dhe të kurojë të gjitha aknet. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.